Vodhën para dhe pajisje elektronike në dyqanet e Tiranës, arrestohen 2 persona. 2 persona janë arrestuar nga policia e Tiranës si autor të disa vjedhjeve. Policia thot se në pranga vun shtetasit Elvis Cara, 38 vjeç, Marvin Frashnishta, 40 vjeç, të cilët vodhën në 15 dhjetor 8 pajisje elektronike në një dyqan ysberisht, ndërsa 2 ditë më pas vodhën një shumë parash në një tjetër dyqan në rrugën Bardhyl. Akuzojnë gjithashtu edhe për një grabitje të ndodhur në një dyqan në rrugën e Kavajës ku morën një pajisje elektronike. Njoftimi policisë, Tiranë. Finalizohet operacioni policor i koduar Duo. Në vijim të operacioneve për zbardhjen e vjedhjeve dhe nxjerrjen e autorëve të tyre para përgjegjësisë penale, gjatë kësaj jave vodhën para dhe pajisje në 3 dyqane, identifikojnë dhe arrestojnë 2 shtetas. Sekuestrohet automjeti që përdorej për kryerjen e vjedhjeve në kuadër të hetimeve, në kuadër të veprimeve hetimore dhe operacionale të kryera me njëherë, pas kallëzimeve të qytetarëve për vjedhje të pronës, pasurisë të tyre, shërbimet e Komisariatit Policisë numër 4 dhe numër 2 finalizuan operacionin e koduar Duo, gjatë të cilit u lokalizuan, u kapën dhe u vënë pranga shtetasit ES 38 vjeç dhe MF 40 vjeç, të 2 banues në Durrës. Nga hetime dyshohet se 2 shtetasit më datë 15 i 12 i 2024 kanë vjedhur 8 pajisje elektronike në një dyqan ysberisht. Në datë 17 i 12 i 2025 kanë vjedhur një shumë parash në një dyqan në rrugën Bardhyl dhe më datë 19 i 12 i 2025 kanë vjedhur një pajisje elektronike në një dyqan në rrugën e Kavajës. Vijon puna për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të kenë kryer këta shtetas. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.